mënyra më e lehtë për pastrimin e parave është përmes ndërtimit. Pasi që aty nuk mund të parashikohen sa shkon kosto e ndërtimit, edhe mundësia më e lehtë për me fut parën në qarkullim me pastru si pare është që ajo. Avokat, ju përfaqësoni njerëz që janë të akuzuar në disa raste edhe për shpërlame të parave. Çka mendon, cilat sektor të ekonomisë të Kosovës ka potencial dhe ka prova që ka pas shpërlame të parave? Realisht, përveç në Kosovë është edhe zgjerimisht me folë trende globale, mënyra më e lehtë për pastrimin e parave është përmes ndërtimit. Pasi që aty nuk mund të parashikohen sa shkon kosto e ndërtimit, edhe mundësia më e lehtë për me fut parën në qarkullim me pastru si pare është që ajo. Ka edhe metoda tjera, po mënyra më e lehtë, edhe nështë edhe në Kosovë që ka potencial edhe shihet që po zhvillohet si veprimtari, ndoshta është kjo përmes ndërtimit. Qysh rrin parat me u fut në funksion, parat e krimit, me u fut në funksion dhe sektorin e ndërtimit? Realisht është për me parapas si vepër, kjo parashihet në bazë të ligjit për pastrimin e parave dhe luftën dhe financimin e terrorizmit, gjithsesi është 156 me disa nën paragrafe. Këtë ideja është që prej parës pa pastër, apo të fituar në mënyrë kriminale, apo me veprimtari kriminale të futet në qarkullim, edhe çaja e parë të legjitimohet si parë e lehtëshme, kuptohet. Njerëz që merren me këtë veprimtari nuk janë njerëz të zakonshëm që merren me krime të tjera. Ndryshe ndoshta këta quhen, sigurisht quhen edhe se njerëz krimi jo ka të bardha, janë njerëz që kanë përgatitje profesionale, njohin fushën e financave, njohin përveç financave, njohin edhe fiskalizimin, biznesin, formën që pastrohen parët, që qarkullohen edhe me një fjalë prej parës të paleshme shndrohen parët të lehtëshme. Edhe krijojnë biznese, krijojnë ndoshta për shumë shpejt perandori si pasojë e fuqisë tyre financiare. Edhe cili është dami që bojnë këta njerëz për ekonominë, për ambientin që ata janë? Dami është shumë i madh realisht, se nëse për shembull kemi dy biznesmen, njëri që fillon me parat krimit, e tjetri që fillon me interesa, me njohje, me interesa do të thotë për zhvillim të ekonomisë, për zhvillim të biznesit të tij, me njohje, domethënë aftësinë prodhuese, për këtë dytën do të ishte fatale nëse ka një konkurrencë të tillë që futet me parat e krimit edhe i bën konkurrencë. Që do të thotë që do t'ja ndalonte, se na shohim ndoshta një çmim shumë të lartë, tash nëse guxojmë me folë edhe për çmime, shohim shumë çmim të lartë ndërtimeve, e faktikisht shitje shumë të vogla, që do të thotë është e pamundshme një biznes normal e ka profitin, qarkullimin, që do të thotë sa më shumë shitje ai ka profit më shumë, ka qarkullim më shumë, edhe zhvillim më shumë. Kjo është që ndikon në ekonomi direkt, në formën më të keqe, e sidomos te biznesmenët që luajnë me rregullat lojës, çfarë i pranon ekonomia të rregut. Çu shpjegohet fakti që edhe në Kosovë, po edhe në rajon, çmimet e banesave janë duke u rritur në mënyrë enorme? Ku e kanë interesin këta që shpërlojnë parë? Po realisht forma për mi shpërla parët më së miri është kjo, që do të thotë ato vlerat sa më të larta, këta i qarkullojnë ato parë dhe i legalizojnë. Ideja është që është e pamundshme me pas çmime, ndoshta çmime në rajon, sidomos në Kosovë, po në rajon, për shembull, ose në Shqipëri, në Tiranë, janë çmimet enorme që ndoshta nuk janë në Evropë, ato çmimet ndërtimit. Të e marr parasysh për shembull kjo dami bëhet në disa forma, bëhet edhe te familjet normale. Për shembull, një familje e re që dëshiron me kriju familje, dëshiron avancim, rritje, me kriju një kapital të vetin si familje, ka të pamundën me këto çmime. Për shembull, nëse ata marrin një pagë mesatare, përmes kredive të ndryshme pretendojnë që me bëni patundshmëri të tyre, është shumë e pamundshme që ata me arrit me pas një prunë të tyre të palëshme me këto çmime dhe me këto rregulla çfarë janë për momentin. Dami është direkt se këto dyshohet që ka të bëjë edhe ka pare informale apo pare të palëshme në tregun e kësaj veprimtarie. Përmendën sektor të tjerë, hoteleria, klubet, hotelet, kafeterici si potencial. Qa mendon? A ka prova që në Kosovë ka sistem të tillë? Ndoshta në Kosovë nuk ka shumë, po besoj në Shqipëri ka më shumë. Për shembull këto resortet që janë milionçe, ato sigurisht përmes parave është problem më arsyetuar gjitha ajo investim edhe për një kohë shumë shkurt. Edhe është e palogjikshme nëse gjitha investim bëhet edhe nuk arsyetohen parat, ku janë ardhur, prej ardhja e parave. Po
Po forma qysh mund ndjekja ndoshta mas lehti është ndjekja e paras. Prej forma kur hin treg e deri në fund qysh varion ajo para dhe qysh transformohet. E besoj që është lehtë, po këto perandorin kanë përgatitje të larta dhe dinë e njohin këtë farë veprimtarie. Kjo mas shumë të ndoshta bëhet edhe përmes këtu po flasim për biznesmen apo për njerëz që kanë para milion që e bojnë përmes vendeve ku nuk e kërkojnë deklarimin apo për jardhën e parave, thjesht përmes gjirologarive bankare deponojnë shumë të madh milion që edhe prej aty fillon veprimtaria atyre. Në Kosovë kemi disa raste që janë gjykuar për krim të organizuar, mirë për në anën tjetër nuk kemi hetime financiare. A në farë forme ai kemi amnestu këta njerëz prej shpërlamjes parave? Realisht kjo edhe si veprimtari ndoshta në Kosovë është veprimtari e re. Edhe është ndoshta praktika mungan, praktika e hetimit. Veprimtaria është e sofistikuar se vjen prej njerëzve që janë përgatitur e praktik shumë nuk ka ndjekjen e tyre. Edhe nëse muj me thuj që kanë qenë ndoshta të amnistum, po jo me dëshirën besoj të organeve shtetërore, po vetëm situata i ka prunë çasi gjendje që tash me zhvillimin e krimit zhvillohet edhe ndjekja, gjithë është krimi një hap para ndjekjes. E besoj që edhe këtu me kohën do po shkon të forcu sistemi i ndjekjes. Realisht ndoshta për këtë temë mas miri është me fol për kohën e pandemisë, ku gjithë shteti ndoshta ka pas krizë, veç perandoria e ndërtimit s'ka pas krizë apo ka lulzuar atko. Domethënë ai gjithë kush jeton krye qytet e ka pas ndërtimi i vetmi veprimtari që s'ka pas ndalesa, s'ka pas pengesa ka qenë ndërtimi. Të pa parasysh që edhe shteti ka qenë ndoshta në gjendje kaotike, veç qeveria, shkollat, arsimi, krejt janë kanë mbyllura, ndërtimi nuk ka qenë. Është problem se na nuk e kërkuar se ka ditë sa ka më zgjat ajo pandemi. Do të thotë që qarkullimi apo kapitali ka qenë shumë i madh që ju kanë jepur një siguri që me vazhdu punën mos punon. Ka një përshtypje që shpërlarja e parave mundet mu përdor për me zhvillu vendin? Realisht, sipas menimit tim, shpërlarja e parave dëmton ekonominë e lirë të tregut, i dëmton bizneset që do të thotë kanë aspirata për zhvillimin e bizneseve të tyre edhe zhvillimin e vendit. Përmes biznesit të tyre kuptohet që zhvillohet edhe vendi. Pasi që nuk është treg i lirë më, momentin kur ti ki konkurrencë jo të rregullt, edhe nuk lejon mundësi zhvillimi. Kështu që nuk ka asnjë logjik që mu zhvillu vendin përmes shpërlarjeve të parave. Po, në anën tjetër njerëzit mendojnë që është mënyrë më e lehtë. Parët vinë më lehtë, edhe krijohet më lehtë banesa, më lehtë shtëpia, më lehtë biznesi. Ndoshta mënyrë më e lehtë është për ata që i bojnë ato veprimtari, po për personat që shpjegova që për shembull një familje normale që prosperon me pas një vend banim, një hapësirë banuese, është shumë e vështirë. Për shembull me këto çmime që i kemi tash me sistemin bankar çfarë kemi është e pamundshme. Edhe kështu që është shumë e pamundshme, nuk ka logjik mu zhvillu vendi përmes parës informale apo me prejardhje kriminale. Në këtë Ballkanin vazhdon me qenë problem hetimi i grupeve që shpërlajnë parë, pra edhe në Shqipëri, edhe në Malzi, edhe në Kosovë, shumë e rasteve të hetuar është në disproporcion me çka ndodh realisht. A mendon që kemi marrë në një kohë ku kanë mu hetu këta njerëz? Realisht besoj që këta veç hetohen, tash deri te suksesi s'do të thotë patjetër çdo herë me pas sukses edhe hetimet, se është e pamundshme çdo herë me përfundu me sukses një hetim. Po përderisa ideja është që mos me kriju perandori që me kanë legjitime në diçka e kundërligjshme. Përderisa shteti funksionon, i ka metodat e veta të ndjekjes, besoj që nuk do të krijohet më shndron ekonomi të rregullt ajo. Do të thotë veprimtaria kundërligjshme. Unë e shpjegova edhe pak më parë, njerëz që merren me veprimtari të tillë janë njerëz të përgatitur, kanë përgatitje profesionale, kanë afinitet biznesor, e njohin biznesin, e njohin politikat fiskale dhe dinë se ç'është veprohet. Realisht ndoshta jo vetëm në Ballkan, por në krejt botën, edhe në Evropë, vendet më të sigurta në botë,
ka pastrim parash, po metodat ndryshojnë, edhe nuk janë kaq ndoshta të hapura që janë teknikë. Ju keni qenë pjesë si mbrojtës në disa procese. A ke pa që është hetu profesionalisht, a ke pa që është kuptu gjatë procesit të gjykimit, çka është shpërlarja e parave edhe prej akterëve që kanë qenë të përfshirë atë? Realisht në një prej mbrojtësve që kam përfaqësu, veprimet e tij nuk e kanë përballë veprën penale me cilën është ngarku, pasi që ajo është kthyer në rigjykim në rivendosje me akt vendim të Gjykatës Supreme, që do të thotë jo çdo gjë që është jo legjitime është patjetër kriminale. Do të thotë që ato para kanë mujt me qenë jo legjitime, po s'kanë qenë kriminale. Jo legjitime është edhe informaliteti ndryshëm ose mos deklarimi komplet të hyrave, që tena në Kosovë dhe funksionon realisht, edhe ka logjik me funksionu. Për me marrë një shembull ndoshta për me kuptu edhe shiku si pak sa ma thjesht, nëse kemi për shembull një oblektor që shet diçka prej baktisë së tij, ato pare ndoshta nuk janë deklaruar edhe sigurisht që nuk janë të lehtëshme, por nuk janë edhe kriminale, nuk muj me thujë si ka zhvilluar një aktivitet kriminal edhe ka shpërlar para. Kësi veprimtaria ndoshta në Kosovë pothuajse në gjitha fushat mundet me funksionu si veprimtari, po s'do të thotë që patjetër këto para që s'janë ndoshta të lehtëshme janë patjetër kriminale, apo janë të fituara në mënyrë kriminale. Kusht thelbësor apo element thelbësor i veprës penale të pastrimit parash është që parat të jenë me prejardhje kriminale. Do të thotë që nga një botë e krimit, nga një veprimtari kriminale, të futen, të pastrohen dhe të dalin të legjitime. Edhe prej një, nëse më lejohet me thonë prej një kriminalit, të kemi brenda një periudhë të shkur një biznesmen suksesshëm. Në këtë rast jo patjetër për shembull është çdo gjë jo e lehtëshme është patjetër edhe kriminale. Sa është me rëndësi që njerëzit që janë mrena kompanive, që shpërlajnë para, punëtorët, me nisë dhe me denoncu çka po bën shefi me parat dhe ç'po vijnë parat? Që shteti ndërtohet prej krejt një neve, qytetarëve të saj. Nuk ndërtohet veç prej prokurorisë, veç prej gjykatës apo vetëm prej policisë. Gjithë na kemi kontributin me një formë apo me një formë tjetër që mujmë me kontribu në shtet ndërtim. E një prej forma është edhe kjo, lajmërimi jo veç saj veprimtarie, po çdo vepër penale që mund të jemi dashur apo pa dashur ta shohim apo të jemi pjesë e saj. Besoj që ka organe shtetërore që janë organe kredibile që qytetarët mund m'ju drejtu kur shohin diçka që nuk po shkon rregull, edhe nëse ka punëtorë që i shohin këto veprimtari, besoj që është shumë kanë edhe vepër penale në rast se nuk e deklarojnë çka po shohin ose çka po punojnë.